Një shpërthim është konstatuar mbrëmjen e së shtunës rreth orës 23:45 minuta në fshatin Gucire të njësisë administrative Rrethina. Sasia e madhe e tritolit është vendosur në banesën e 62 vjeçarit Mark Marku, ndërsa janë shkatëruar plotësisht 2 dhoma në pjesën e pasme të shtëpisë. Në momentin e ngjarjes, 3 persona kanë qenë duke fjetur në banesë, por fatmirësisht nuk janë shkaktuar dëme në njerëz. Nga verifikimet e kryera në vendngjarje, por edhe nga dëshmia e kryefamiljarit, bëhet me dije se agresorët e kanë vendosur lëndën plasëse gjatë natës, teksa kanë prerë telin rrethues në afërsi të banesës. Kryefamiljari nuk ka asnjë dyshim mbi personat e mundshëm që kanë vendosur tritolin, ndërsa thotë se nuk ka pasur konflikte me asnjë person. Kanë hyrë nga këtu mbrapa që kanë prerë rrjetën e telit me pinca, edhe kanë hyrë nga pjesa mbrapa. As kena pas konflikt me kërkan, as dim person si me abu kishin me thënë se ky më ka bëj këtë punë. Dame është bënë bëllë. Vetëm prap jam në rregull mas im kanë pëshu familje. Sipas kryefamiljarit, as 3 djemtë e familjes që jetojnë jashtë vendit nuk kanë pasur konflikte të hapura. Kam kontaktuar dhe s'kanë pasur asnjë konflikt. Lënda plasëse është vendosur në 3 pika, ndërsa nga verifikimet e forcave gjenjere është zbuluar edhe një sasi tritoli e pashpërthyer. Lënda plasëse vendosën 3 pika, 2 kanë nez, 1 s'ka nez. Kanë ardhur këta të antiminave për Tiranët, kanë bën ekspertizat e veta, ata e gjetën bile këtë pa plas. Policia e Shkodrës ka bërë verifikimet e nevojshme, ndërsa kryefamiljari Marku bëri thirrje për zbardhjen e kësaj ngjarje.